Goli I minutës së 84 nga mbrojtësi Elmando Gjini ka ardhur si çlirim jo vetëm për tifozët kuqeblu, por edhe trajnerin Edi Martini të Vllaznisë. Në përballjen për Kupën e Shqipërisë me Pogradecin, tekniku shkodran kishte lënë në pankinë 6 lojtarë të formacionit bazë, duke patur mendjen tek ndeshja të mërkurës për Superligën. Po, e vështirë. Pogradeci ka ekip mirë, pavarësisht se ne duhet mendoj ishin favorizuar sot sepse këta kanë një javë kohë me përgatit neshën tjetër që fillon kampionati mas një javë, ne na fillon mas 3 ditëve. Ishim detyruar të lëshim pjesën më të madhe të lojtarëve në stadion, siç e po, kishim 6 lojtarë që si kishim futur formacionin e parë. Po gjithsesi u bën neshje e vështirë, edhe terreni shumë I randum. Megjithatë e rëndësishme ishte kualifikimi, e rëndësishme ishte që lojtarët që u doshin me lënë pushim dhe të kishin forca për neshjen e mërkurës, kjo ishte më e rëndësishme për ne sot. Timonieri kuqeblu e deklaron sërish se këtë sezon Vllaznia është në lojë për objektiva madhor, titulli kampion dhe fitimi I Kupës së Shqipërisë. Ne kemi hyrë për ide madhore në këtë kampionat, jena të dy fronte, do të vazhdojmë deri në fund. Elmando Gjini ishte vendimtar në kualifikimin e Vllaznisë, duke u bërë lojtari I 11 tek kuqeblut që gjen golin këtë sezon. Një neshje shumë e vështirë, Pogradeci meriton komplimentet e veta, po ne ndërguam në fund se jena ekipi më I mirë. Të dy ekipet kanë treguar dëshirë dhe grin të lojë dhe besoj fati na ndihmoi neve. Vllaznia vijon pretendimin për 2 trofet më të rëndësishëm të sezonit, duke mbetur në 8 ekipet më të mira në garë për Kupën, ndërsa në Super League në 4 e Final Four.